Ndërkohë që etiketimet politike kush i ka bërë në fushat etiketimet më të fjalë për sarkazëm dhe metaforë politike për një grupim politik, çfarë ka kjo me secilin emër? Dhe hajdutit, kriminalit, narkoshtetit, narkoministrit, narkodrejtorit. Ne marrim me emra secilin, siç kanë ata një listë thirrja flagrante mos dini të votoni e kryeministrit të Shqipërisë. Tani janë teza që denigruse nuk duhet përdorur për askënd. Absolutisht. Po barazoni dy gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Etiketimi në emër i personit. Folët për kandidatën e Shkodrës, që për kryeministrin apo për secilin prej nesh, kur etiketohen me emër dhe nuk lihet epitet mbi faqe të dheut pa i përdorur, është krejt ndryshe nga një metaforë politike ku flitet për politikisht qyryk. Apo nuk votojnë ata që votojnë kënetën. Ai ka bërë shkollën e Konicës dhe të Nolit. Zonja kryetare, shkollën e Nolit dhe të Konicës, të lutem. Dhe këto dy gjëra ju duhet t'i veçoni, madje duhet të mbani qendrim. Atë veçoj fotografinë që përdoret fjalë dhe ato fjalë përdoren. Ata veçoj fotografinë, zoti Rama, kryetari i partisë suaj, bënte me zonjën Duma kur ishte rivale juaj politike. Ishte veçim, apo në këtë rast veçimi nuk vlen se është mund ta them tani? Po mund ta thoni. Në atë rast ka bërë shumë gabim. Faleminderit. Në zgjedhjet e 2021, ajo fotografi nuk duhet ishte përdorur, sepse ishte veçim. Tani po ju them që në këtë fushat ishte ballafaqimi kandidatëve tuaj me Partinë Demokratike. Flasim për seksizmin. Tani po flasim për këtë fushat. Tani të lutem, të ikim nga gjua se me Konicën dhe Nolin nuk merremi dot. Do merremi pak me politikën që ai ka kthyer parlamentin në territor. Mos themi në, do me thënë, në aneks të qeverisë, do themi në një fjalë. Aneks, ma, të qeverisë. Jo, binë, aneks, çdo me thënë që ka kërë në aneks. Rama, 2025, a jemi 2025. Nuk jemi 90, e poshtë. Se që a them unë, i kam unë përgjegjësi.